vetëm aq sa mori procedura derisa u konstatua që nuk I kemi kvorumin prej 80 deputetëve të pranishëm pjesëmarrës në seancë plenare që të mund të vazhdojmë tutje. Në praktik mund të krijohet një situatë ku kuvendja fillon procedurën për zgjedhjen e presidentit, por nuk arrin që të zhvillojë votimet për shkak të mungesës së kvorumit. Në një rast të tillë, votimi I tretë nuk mbahet dhe si pasojë kushti formal I ligjit 86 paragrafi 6 nuk përmbushet, sepse procedura e votimit nuk ka arritur deri në fundin e saj. Për këtë arsye, vetëm mbi bazën e kësaj dispozite mund të bëhet shpërndarja e kuvendit. Duhet të ketë dështim në raundin e tretë që të shpërndahet kuvendi dhe të përgatitemi për zgjedhjet e reja. Megjithatë, mungesa e kvorumit mund të krijojë një bllokim procedural që pengon kuvendin të përfundojë procesin e zgjedhjes presidentit. Për të shmangur një bllokim të tillë institucional, kushtetuta parashikon mekanizmin pra të nenit 82 paragrafi 3, I cili vendos kufirin maksimal prej 60 ditës nga fillimi I procedurës. E nëse brenda këtij afati presidenti nuk zgjedhet, atëherë krijohet baza kushtetuese për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve. E ju dini që sot është data 6 mars, nuk është data 5 maj. Po të ishte data 5 maj, atëherë do të ishte arsyeshme që filloi procesi zgjedhjes së presidentit, u përmbush kriteri garës Glauko Njufsa, Fatmire Mulhoxha Kollçaku, 60 ditë nuk arritet që ta zgjedhet, filluat me datën 5 mars, ja ku jemi te data 5 maj dhe rrjedhëmisht shpërndahet kuvendi. Mirë po, nuk jemi pas datës 5 mars në 5 maj. Pas datës 5 mars, sot jemi në 6 mars. Dhe nuk është përmbushur kriteri prej 60 ditësh.